bulmet. So, është pak, për shembull, burek është burek me gjizë edhe me spinach bashkë është Por për shembull, tavkosi nuk është për mu. Nuk është keq, por vetëm nuk është për mu. Kur ke ardhur këtu edhe ke nisë me mësu më tepër për shqiptarët, je befasuar për ndonjë personalitet të njohur botror kur ke kuptuar që është në përardhje shqiptare, pra që është shqiptar? Ka ndonjë personalitet të tillë që ke thënë, wow, se kam ditë që është shqiptar. Jo. Për duan e rritën këto i dibës. Po, normal. Se jemi shumë protektiv për këto të dyja dhe duan t'i tregojmë gjithë botës që këtu i kanë rënjët. Po, normal. Por unë e dija që Dua Lipa edhe Bebe Rexha edhe Rita Ora janë krejt shqiptar. Janë kënar. Është normal. Familja ka ardhur akoma me vizitu Shqipërinë? Jo, familja nuk kanë qenë asnjëherë jashtë Amerikës, familja. I don't know, nuk e di. Kanë pak frikë, jo vetëm për Shqipëri, por për gjithësi, nuk e di, kanë frikë me shku larg me avion, nuk e di. Edhe në Amerikë nuk kemi shumë pushim nga puna. E kuptoj. Po çfarë mendimi? A kanë qenë ata dakord prej fillimit për vendimin tënd që të jetosh në Shqipëri, apo kanë pas pak me merak? Ku është ky vend kaq i largët, a do t'jesh mirë, a do t'jesh e sigurt? Jo, sepse unë kam qenë në shumë vendet tjera përpara, kam jetu edhe në shumë vendet tjera, edhe Shqipëria është një nga vendet më të sigurt në botë, ndoshta. Është shumë më sigurt se për shembull disa vendet në Europë edhe në Afrikë që kam qenë përpara. Është shumë vende i bukur, edhe familja ime e din që kam një familja tjetër këtu në Shqipëri, so janë mirë. Janë rehat edhe të lumtur kur ti je e lumtur. Të ka bërë përshtypje kostoja jetës në Shqipëri, pra që në krahasim me vendet ku ti përmende më herën Kroaci, Greqi, janë çmimet më të lira, më të arsyeshme, po them, të gjërave bazike të jetës, të qërave, të banesave, gjërave ushqimore, ose të përdal një darkë, është më lirë se sa në Greqi e Kroaci. Po, në fillim por tani çmimet në Shqipëri janë rritë. Po, shumë. Edhe është edhe një problem sepse unë fitoj dollar, edhe tani dollar është shumë poshtë fare. Edhe lek është nalt tani, so qa me bo, po, është okej edhe kemi normal një jetë shumë të bukura në Shqipëri. Ti po fiton dollar sepse punon online nga Shqipëria, se njerëzit mund të thonë, okej, po ku ka hyrë në punë në Shqipëri? Çfarë fushe je, pra, në çka punon, çka ke studiuar? Unë kam studiuar gjermanisht dhe muzik, por puna ime është arsim, është diçka tjetër. Krejt diçka tjetër. Po e menaxhon mirë këtë punën e online-it? Nuk e ke të lashme orën me ndryshimet e kohës? Jo, është okej. Në fillim kam punu me orën e Amerikës, por tani mund të punoj si normal, filloj punë në orën 8 ose 9 edhe mbaroj në orën 6, është okej. Okej, ma përmende gjermanishtën edhe muzikën. Interesante, gjermanishtja më spari, prej nga interesimi për ta studiuar? Po, normal sepse unë jam muzikante edhe kemi shumë muzika klasika nga Gjermania. Edhe unë kam shumë prejardhja nga Gjermania, si shumë njerëzit në Ohio, jam lindur në Ohio, edhe në Ohio kemi shumë prejardhja nga Gjermania. The muzika klasike, po këndon edhe për qef nga zhanret e tjera ndonjëherë? Të lutem. Po, unë këndoj, por nuk jam mirë. Në fakt, unë luaj piano më mirë. E kemi ne një piano këtu po deshe? A do me provu? Jo, herë tjetër, sepse kam thonjt kuqezi për festet e nëntorit. Sa bukur. Okej, Arbi e vuni gati me një herë, po në fund, a ke ndonjë këngë të preferuar, për shembull, që do ta luajmë kur ta përmbyllim bisedën? Ta këndoj. Shqiptar ose... Cilën? Jack, më në me bu bashkë në piano. Hit the road, Jack. Jo, bëjmë diçka shqiptar më mirë. Shqiptare më mirë. Mora fjalë. Po, mora fjalë, po. Ti të pëlqen shumë? Po. E ke Arbër? Po. Okej.
Të bëhemi gati për këtë, e përmbyllim me këtë, po para se ta mbyllim edhe këtë, ke marrë komente nga nacionalitetet e tjera, besoj, ti ke mësuar për historinë e shqiptarëve, Shqipërisë, të Kosovës, edhe gjendjen, sidomos në Ballkan, prej vite më herët e deri tani. Ke marrë komente online të tipit pse ke shkuar aty, ose pse ke vendosur që të jetosh në Shqipëri, ose pse je kaq e afërt me shqiptarët, sepse nga një herë këto komentet fyese apo racore bëhen shpesh për të huaj që vi në Kosovë. Po, është e vërtet nga Serbi, nga Greqi, për shembull. Të kanë shkruajtur, ëh? Po, por që me bo, janë budall. Që e bën ti aty blok, apo? Po, normal. Ose boj një luft në komente. Yo, you don't know what you're talking about, blah, blah, blah. Okej, edhe thonjë ti kemi gati për festën e flamurit, ku do t'jesh? E ke përjetuar 28 nëntorin e kaluar? Po, në vitin e kaluar ishte në Vlorë, kur normal kemi bo Declaration of Independence. Ishte shumë bukur, kam qenë në muze e pavarësisë, andej në Vlorë, ishte shumë bukur me atmosferë, shumë të bukura. Këtë vit nuk e di nëse do shkoj prapë në Vlorë ose në një vend tjetër, por normalisht është gjithmonë bukur. Edhe ishe këtu në Prishtinë për 17 shkurt këtë vit. Super. Ishte bukur, por shumë ftoftë. Në Kosovë është pak më ftoftë se sa në Shqipëri. Po. Atmosfera mandej është shumë e zjarrt edhe nuk i ndjen temperatura. Po. Jemi gati të këndojmë pak mora fjalë, me qenë se jemi afër festës së flamurit. Po mirë. Hajde. Mora fjalë, mora barkuna, mora qarkuna me durkan.